Dhe të gjitha, unë po përqendrohem më shumë tek konsumi, sfida e shekullit mendoj për të gjithë sektorët është pikërisht mungesa e fuqisë punëtore. Tani kanë dalë në modë video të fami, që në fakt mjekët në fillim nuk i kanë patur qef, por jo vetëm mjekët, por edhe profesionistë shumë serioz të fushave të tjera. Ne shikojmë në rrjetet sociale video fami, video që përdorin hooks ose ato pjesën e postimeve ose të videove që kapin vëmendjen në mënyra të ndryshme. Në fakt në aspektin e kësaj industrie, pra në botën mjekësore, ka një trend, ka një, po themi, çka që prevalon në pjesën e, pra çfarë duhet konkretisht, çfarë pëlqen më shumë pacientit, shërbime. Dhe me qenë se ka akoma audiencë, në qoftë se ju keni një biznes tuaj edhe jeni duke bërë marketing, mund të bëj një pyetje për audiencën? Që është sa nga ju investojnë në marketing dhe në komunikimin online?